Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën zgjolli të dalë nga salla e Kuvendit të Shqipërisë për ta zhvilluar mbledhjen e rallës në mjediset e Grand Hotel Europa në Shkodër me fokus turizmin. Të pranishëm ishin operator turistik dhe përfaqësues të institucioneve vendore, ndërsa në fokus të diskutimeve ishin masat e marra për përballimin e sezonit turistik dhe problematikat kryesore me të cilat haset ky sektor. Komisioni është duke takuar operatorët turistik. Ky është takimi i tretë i komisionit. Këtu jemi bashkë me kolegët deputet të komisionit, me nënkryetarin e komisionit të zotin Erion Mala, deputeten antare të komisionit dhe deputete e Shkodrës dhe mikpritse e takimit zonës Gjenis Qela, faleminderit për mikpritjen. Një sezon turistik i mbar është një sezon që i shërben çdo qytetari, përveç se operatorëve turistik, i shërben ekonomisë lokale dhe është në interes të përbashkët pa dallime politike apo partijake. Do të përpiqemi që zërin tuaj ta çojmë më tej në ato raste kur gjykojmë që patjetër është e mundshme apo është e arsyeshme që të ndërhyhet në një formë apo tjetër, qoftë në legjislacion, qoftë me sugjerime, qoftë me ndërhyrje të cilat bashkë me ministrinë mund ta përmirësojnë këtë pjesë, le të themi, që prek turizmin. I ndjej të njëjtat problematika siç i ndjejnë edhe operatorët tjerë turistik, si ato të vegjël edhe ato të mëdhej, dhe ju jap fjalën që maç sa kam forcë do t'i çoj përpara dhe do të gjejmë bashkë me deputet tjerë, do të gjejmë një rrugë që t'i zgjidhim. Paketa e maleve që u përmend shpesh, paketa e Alpeve që u firmos 100 milion euro transferohen në qarkun Shkodër për sa i përket infrastrukturës të Alpeve, të velipojës, me rrjetet elektrike, me rrugët e tjerë, pra janë disa gjana që ndoshta janë të vonume për qarkun ton, për Shkodrën sidomos, por që vëmendja vitet e fundit është në rritje dhe besoj këtë reflekton edhe turizmi. Porta e Alpeve është investim 100 milion euro. Është gjithë investim që do orientohet në infrastrukturë, duke lidhur velipojën, liçenin e Shkodrës, malsinë e madhe përfshirë edhe Alpet. Rruga Milot Baldre dhe Baldre Muriçan. Në 2030 ishte njëna, në 2028 tjetra, që do të mbarote pjesa e letrave. Kështu që me dashur bë turizëm është jashtëzakonisht më vështirë. Për mua dje ishte një lloj zgënjimit, por megjithatë do ecim, do bëjmë presion në mënyrë që më bëj sa më shpejt. Me shumë keqardhje nga ana tjetër, po shfletoja tani broshurën dhe unë që mendoja se e njoh mirë Veriun, nuk njeh as gjysmën e këtyre aseteve turistike që ju keni dhe Shqipëria gëzon, dhe as nuk i pasan vizituar. Standardizimi i ideve, standardizimi i rrugëve, standardizimi i moleve duhet të jepet që tash, dhe nuk ka rëndësi, edhe sikur ai mol bëhet vetëm paleta e parë, ose vetë guri i parë, ose vetë druri i parë, po të dihet si duhet përfundoj dhe si duhet jetë ai edhe kur të përfundoj investimi. Gjatë mbledhjes operatorët ngritën shqetësimet e tyre dhe kërkuan mbështetje konkrete për përmirësimin e kushteve dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve, nga infrastruktura rrugore tek energjia elektrike dhe sfidat që ka turizmi elitar, ishin disa prej pikave të prekura prej tyre. Problemi kryesor është sepse nuk ka mol dhe nuk ka rrugë, që na penalizon jashtëzakonisht. Sot fshavë ti raga me fjalë nifet jashtëzakonisht shumë. Kjo është goxha e vështirë për nga ana financiare, për ne si bashki që të bëjmë një rrugë për në Ragam, një rrugë për në një pjesë, një kodër shumë të bukur që mund të jetë në anë të malit, një rrugë tjetër për Ndajq. Do të ishte shumë mirë për ne bashki që të kemi një asistencë konkrete me fonde, investimesh për të bërë këto rrugët, për të dërguar rrugët në agriturizmat që i kemi të licencuar. Paketa maleve ka ardhur shumë e mirë, ka ardhur të krejt normale, por se duhet me qenë më shpejt. Operohet më shpejt, me qenë se edhe kryetarët e bashkive kanë volu për të çu zonat e lira. Kursi i guidave turistike, që për çudi është dan muaj, është vit akademik, por vjen keq se Ministria e Turizmit akoma nuk e njeh të drejtën e universitetit. Faktikisht nuk është vetëm Universiteti i Shkodrës që ofron këtë master, është edhe Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, që ka masterin e guidave turistike, i Vlorës, pra janë disa universitete. Çështja është që ka një mos përputhshmëri programi
një mospërputhshmëri kurrikulash, ajo çfarë ministria pranon dhe programet që ofron universitetet. Këshillit të Qarkut i kemi dhënë sektorit turizmit projekte, bashkëpunime, financime, projekte përbashkëta me fondet e Bashkimit Evropian. Pra ka qenë një fokus shumë kryesor, shumë i rëndësishëm për Këshillin e Qarkut. Po prezantoj 2 produkte dhe fondet që Këshilli i Qarkut ka realizuar në vitin 2025. Pra që janë në përpajtim folklorik të Qarkut Shkodër dhe guida turistike. Qose dona me afru turistat, kryesore është infrastrukturën. Ne do të punojmë shumë për infrastrukturën. Jemi larg turizmit elitar. Një turist që don me ardhur me pushu, pagun një dhomë, s'ka lidhje sa pagun 20 euro, 200 euro s'ka lidhje. Por në orën 8 ose 7 i qek, fillon një matrabik përpara, fillon një matrabik mbrapa, edhe fillon makineritë e rana, komplet pluhun. Po i bajmë dije vetëm një gjatë, të shtunën në theth, ka pas 73 generator të ndajzun. 73 generator. Energjia elektrike varion nga 80 volt deri në 120. Merrem mend që funksionon me atë energji edhe çfarë damesh ka biznesi atje. Ne duhet në radhë parë infrastrukturën e mbrëmshme të Velipojës, që lënë për dëshiru. Flasim 2026 akoma për infrastrukturë. Në lidhje me Shirokën, ka një stacion autobusesh i cili është uzurpu, edhe nuk ekziston. Vjen autobusi me 50 vende, nuk ka ku kthy. Jam u parku. Problematik në zonën e Shirokës është pedonalja që është për mua është shkatërruar totalisht dhe ka nevojë për duhet një rekonstruksion. Në zonën e Gjuadolit, ne fatkeqësisht kemi atë njëjtin problem me pjesën e meteorinave. Prej të fillim të katedralja deri në fund të Truma nuk ka asnjë kosh plenash. Gjaja tjetër nuk respektohet tabela për makinat. Subvencionimi i bujqësisë është element i domosdoshëm nëse ne do kërkojmë vimta ajo që thot Sokoli që turizmi duhet të kthehet, ai turist duhet të kthehet edhe në Shqipëri, duhet të kthehet. Përfaqësuesit e komisionit theksuan rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve dhe biznesit, duke nënvizuar se vetëm përmes dialogut dhe koordinimit mund të gjenden zgjidhje të qëndrueshme për sfidat e sektorit turistik.